drejt për së drejtimi, na është bashkuar në studio dhe Ilse Nelezi, faleminderit, mirë se vjen. Të pyes tani më njëherë se ke qenë kandidat në këtë zgjedhje, më thuaj pak rezultatin. Ku jemi me partinë? Ne nuk kemi arrit marrim kjo është rezultat shumë i dobët, them drejtën, edhe me të thënë drejtën jam i befasuar sepse nga gjithë ajo çfarë kam pa edhe në terren, edhe ndoshta unë nuk kam qenë shumë aktiv për shumë arsye, po më kam dhënë një mbështetje goxha sa kam mund tek koalicioni. Vere që ka një mbështetje shumë të vogël, jo vetëm për koalicionin, por për gjithë këto alternativat e reja që quhen, edhe kjo është për të thënë drejtën është për tu analizuar dhe për tu sepse në qoftë se më përpara jemi ato sondazhet që ne kemi thënë dhe që në fillim ka shumë fluks përqindjeje për partitë e reja, por në ditën e votimit ato të kurren? Qëndrojmë te kjo aksion? Kjo qëndron sepse kjo është një fenomen që ndodh përgjithsisht ditët e fundit dhe unë këtë e kam diskutuar edhe të paktën me atë drejtues të koalicionit 2 ditë përpara që janë 2 ditët e fundit janë momentet ku ushtrohet trysnia që duhet të shkoj votat e shumica që të përballemi. Në rastin konkret të shkoj votat e Partia Demokratike dhe ka pas shumë rrjedhje për të thënë drejtën në raport me atë çfarë unë shoh. Dhe ky është një fenomen që ndodh dhe partitë e vogla kanë qenë të pazonjat për ta ndaluar këtë dhe për mua kanë qenë të pazonjat për të që në momentin e parë që nuk u bashkuan ishin të pazonjat për ndërtuar një front. Po pastaj u ndjetu detyruar për ta vazhduar rrugën. Unë kam ndjek për inersi, patjetër për një lloj detyrimi, sepse ti kur del shpresh publikisht që do e mbështesësh një koalicion dhe një drejtues koalicioni, pastaj edhe pavarësisht rezultatit ajo nuk është dinjitoze të riqesh. Por rezultatit them drejtën tash një herë për gjithë subjektet, edhe për këtë subjektin nisma ja harrova emrin se si e ka. Shqipëria bëhet, po Shqipëria bëhet. I vetmi që ka mbajt një pozicion, domthonjë që edhe ka për mua ndër këto partitë e vogla, edhe pse është një parti e deklaruar e majt. Dhe po ti referohesh pikpamjeve, unë nuk është se domthonjë jam në mbështet si një parti e majt, si në rastin e lëvizjes bashk, po duhet të them që ato kanë qenë konsekuente dhe në Tiranë kanë rrytet pavarësisht që ato janë më rënje sepse kanë pas më shumë domosdoshmë mbështetje në të kaluar. Ato kanë arrit marrin një mandat dhe kjo tregon që domosdoshmë diku niset, se sado mund të jetë tentativë. Ato kanë një periudhë gjatë që tentojnë të futen, por kanë arrit futen në parlament me një edhe pse kjo nuk do të thotë që përbën në fitore të madhe, po ti je prezant nuk është pak. Edhe kjo është për tu, kjo thash edhe një herë. Ka një problem këtu te këto partitë e reja që futen. Edhe kjo u duk fare mirë në këto zgjedhje. Tani problemi është që të bëhet ndryshimi në një vend nga ato forca politike që kanë kaq vjet që sundojnë vendin, dhe ne u themi dhe kënet, dhe me drejt u themi kënet. Edhe ju avokat kështu i thoni? Po domosdoshmë se të 35 vjet, domethënë pa ndryshuar, janë të njëjtit, vetëm ne jemi domethënë në Shqipëri, sepse hidhi një sy Bullgarinë, Maqedoninë që kemi më afër neve, ose vende tjera, Rumani e gjitha. Nuk i kemë me ata të atyre të viteve 70, nuk u diet boja me se ku janë. Ata dikush është profesor universiteti e tjera, mëra kanë ikur gjithë presidenta vendi që ishin e tjera. Këtu, domethënë, nuk ndryshojnë gjallë, po që të bëhet ndryshimin mund ta bëjnë forcat e reja, po forcat e reja me një vizion me të vërtet të ri, kurse këta nuk futen me vizion të ri. Bie fjala edhe tani, këto forcat që u quajtën të reja, alternativat e reja. Këto faktikisht u munduan se si të merrnin këtyre të vjetrave. Edhe këtu bën gabimin ato. Tani, avokat të vjetrave do të i marrin, se nuk do shtojnë karrierën në parlamentin. Ja pikërisht kjo është gabimi. Domethënë, kjo është gabimi. Edhe kjo është mendësia që ato i lanë balt, edhe i lanë në këtë situatë. Ato duhet të bëjnë një program të tillë, edhe duhet të kenë ekipe të tilla që të futen tek ato shtresa që nuk dalin kurrë në votim në Shqipëri. Dhe ato nuk janë pak. Po janë 50% që nuk dalin në këtë vend. Dhe atje, elektorati gri, ai elektorat, ai duhet qëmtuar mirë nga partitë e reja. Ato atje duhet ta gjejnë gjuhën, frymën, alternativën, atje duhet të thithin mendime, ato duhet përfaqësojnë, ata
duhet i përfaqësojnë e tjera, sepse po u vërsulën të partitë e vjetra, 30% të elektoratit në këtë vend, tashme është konsoliduar. Ndash të dalit bëj fushat Sali Berisha, ndash të rrinë shtëpi Fleri Gjum gjithë ditën, 30% i merë. Partia Socialiste 500-600.000 vota i ka të garantuara, asnjë lloj fushat elektorale mos bëhet ti, ata votojnë për inerci, i ketë duhet të dalin tek elektorati. Prandaj duhet të vënë atje te gria. Te gria ta zvajti asnjëri nga ta dhe urdhro çfarë rezultati kanë. Po të paktën e ka nga një Unë shoh ndrysh problemin. Thash njëre para që këto nuk u bashkuan për të dhënë një sinergji, për të kryer një pol të tretë, dhe duhet të ishin bashku. Donin të gjithë kryetarët do të. Kjo është për të ardhur keq, unë kam bashkëbiseduar me një pjesë të mirë dhe domthonë e them këtë me shumë keqardhje që domthonë këtë term kanë përdorur, ato që gjë ka kuptuar 600 vjet përpara Skënderbeu nuk i kuptoni ju që po su bot bashkë nuk e çani dot këtë, se kjo është për të çarë, kjo nuk është aq e thjeshtë për të marrë elektorat gri dhe kjo është për të çarë një sistem. Po. Dhe dumne, domthonë fjala sistem është fjala më e goditur. Po, ju duhet të çanit ndërsa Ramat për çante. Rama patjetër, Rama kur je në pozita mbrojtëse, përçarja domethënë këtë ke mbrojtjen dhe një dytë përçarjen që mos kel shumë fort. Dhe çfarë ndodhi? Përçarja ndodhi që në momentin që ose domethënë dëmi i parë opozitar ndodhi në momentin dhe ne e deklaruam atë në momentin që u meratun këto listat 1/3 mbyllura dhe i dhan shumë avantazhe Ramës, sepse Rama ndërtoi me këtë një avantazhe dhe Berishës së bashkë e firmosën. Jo, Berisha pat avantazhin që Berishës ishte ajo. Ata e ofruan tavolinë, u çuditën socialistët. Marcela, njerëzit akoma nuk arrin ta kuptojnë pse ishte më i favorshëm ky sistem për Ramën. Edhe Rama po ta vriste mendjen, Leqevi ka propozuar. Po pa i se donte, ka thënë nuk e desha ata, po ma imponoi. E di pse ishte më i mirë. Ja po të them unë, për shembull në Vlorë, në Fier, në Elbasan, në Durrës, forcat, mundësia e Ramës për të pas njerëz në listë mbyllur, po edhe për të pas konkurrencë ka qenë shumë e madhe edhe në Tiranë. Sepse numri i vendeve të lira, ja po kapim në Vlorën që është rasti më tipik. Rama ka 4 lista të sigurta dhe garantin për 4 vende të tjera, ndërsa opozita garanton për 4 listave të mbyllura. Unë çuditën se i kanë marrë edhe 4 ato, se duhet binin edhe poshtë 4. Po se s'kan, po pra dhe kjo tregon që ai rezultati aty është fiksuar dhe nuk ndryshon. Po kështu ka ndodhur, ku ka pas garë? Garë mund të ketë pas në Shkodër, që të dyja palët kanë garuar në mënyrë barabartë për një, mund këtë pas në Lezhë, mund këtë pas në Kukës, në Dibër, po për një, për një është bërë gjithmonë, për një ose për 2. Lezhë është bërë për, me sa diun është bërë për 2. Gara është bërë për 2, se 2 janë sigurt dhe 2. Pra, jo, them një mandat e kanë duke ndryshuar. Kjo skeme favorizoi, është i qarje favorizoi Edi Ramën në startin e vetë. Pastaj e kuptohet që Rama ka për të realizuar objektivat e veta ka një mekanizëm shumë të gjerë, politik, ekonomik, administrativ dhe ajo çfarë unë kam kërkuar në mënyrë të vazhdueshme, kam kërkuar që në garën përballë Berishës, sepse për të shkuar në fitoria ndaj Ramës, njëherë duhet të analizojmë kush ja jep këtë fitore. Dhe Ramës ja jep këtë fitore një strukturë e organizuar politiko-ekonomike ku në themel ka këto që ne e themi oligark, po janë oligark mafios, që kanë një rrjet të ndërlidhur të gjithë bizneseve të Shqipërisë me sistemin bankar, me paret e pista, etj. Dhe këto opozita nuk i prek asnjëherë. Në qoftë se ne nuk kthehemi të prekim këto, atëherë si do të realizojmë dot në mundjen e Ramës? Dhe kjo është një absurditet. Dalesh mendosh se do e mundesh Ramën nëpërmjet pensioneve, kjo pastaj është një idiotësi që nuk funksionon. Apo me paketa vençurie. Okej, do të shkojmë të lutem mendimin